Diaspora vazhdon të mbajë gjallë ekonominë e vendit, edhe pse paratë që sjellën në vend vazhdojnë të ulen nga viti në vit. Gjatë vitit të kaluar, mërgjimtarët kanë sjellë në mashininë e veriut 310 milion euro, ose 2% të brutoprodhimit vendor. Transferet personal nga vendet e huaja për mashininë e veriut në shifra absolute shënojnë rënje në vitet e fundit, prej 319 milion euro në vitin 2023 dhe 331 milion euro në vitin 2022. Rënja transfereve personal nga diaspora drejt mashinisë së veriut nuk është as e rastësishme dhe as e përkohshme, por lidhet me ndryshimet të thella demografike dhe strukturore. Vlerësimet tregojnë se rreth 700.000 shtetës të Republikës së Mashinisë së Veriut jetojnë jashtë vendit, që përbën gati 35% të popullsisë së përgjithshme. Nga vendet e rajonit, më së shumti transfer vitin e kaluar kishte diaspora e Serbisë, e cila ka dërguar 4.47 miliard euro, pastaj vijon Bosnia e Hercegovina me 1.99, Kosova me 1.32, Shqipëria me 1.28 miliard dhe Malizi me 345 milion euro. Ndërkohë, të dhënat e Eurostatit tregojnë se fenomeni i remitancave po merr përmasa gjithnjë e më të mëdha edhe në Bashkimin Evropian. Vetëm gjatë vitit të kaluar, banorët e Bashkimit Evropian dërguan 52.1 miliard euro drejt vendeve jashtë Unionit, një rritje prej 6%, ndërsa hyrjet e drejt familjeve brenda BE-s arritën 14.8 miliard euro. Në 5 vitet e fundit, ndalet e remitancave janë rritur me 51%, duke thelluar bilancin negativ të BE-s ndaj vendeve jo anëtare në 37.3 miliard euro.